Piknisja e revolucionit të Imam Hyseinit, paqja qoftë mbi të. Në surën Ali Imran, në ajetin 104 thuhet: Le të dalë prej jush një grup që të thërras për në mirësi, të urdhëroj për vepra të mira, e të ndaloj prej veprave të shëmtuara. Këta njerëz do të jenë të shpëtuarit. Kjo ishte piknisja e revolucionit të Imam Hyseinit, paqja qoftë mbi të. Ai u ngrit që të mbrojë mesazhin e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij. Pasi ai mesazh u përball me egoistët dhe të eturit për pushtet dhe me shtypësit e njerëzve. Ai u ngrit për të shërbyer interesave të mesazhit islam dhe nuk u ngrit për interesat e tij vetjake. Revolucioni i Imam Hyseinit, paqja qoftë mbi të, u bë për të ruajtur minberin e të dërguarit të Allahut, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, mbi të cilin vazhdojnë të mbahen leksione e hutbe të ndryshme. Revolucioni i Imam Hyseinit, paqja qoftë mbi të, bazohet tek sinqeriteti. Në atë revolucion të begat, myslimani ndjen frymën e besimit të vërtet, krenarinë e shpirtrave dhe dinjitetin e umetit, që është një aspekt i rëndësishëm i arsyeve të revolucionit të Imam Hyseinit, paqja qoftë mbi të.